si pse ndjove, kjo çështje është hetuar dhe janë dhënë një seri dënimesh. Për këtë çështje, Sali Berisha ka bërë deklaratë në darkën e asaj nate. Nuk është thirrur asnjëherë, as dhe një herë të vetme. Përkundrazi, kanë biseduar me mua të huaj, zyrtar të lartë të ndryshëm, dhe nuk ka thirrur prokuroria e shtetit. Nuk më kanë thirrur asnjëherë sepse kanë patur frikë nga dëshmitë e mia. Sepse ajo ishte demonstrata më e dhunshme në historinë e vendit, dhe se ka deklarata të vendeve më të fuqishme të planetit se Partia Socialiste kishte agjendë dhune. Kishte agjendë dhune. Pra, agjenda e dhunës, dhe cili do që e hap në sekuencat më minimale, shef aty Mira Gur, duke vërshuar drejt mbrojtësve të ndërtesës, shef Pluma në dritaret të ndërtesës, Vrima Plumash, shef Xhama Thyr në Gur, shef automjete që duan të thyrin derën. Pra, kjo ishte një protesta më e dhunshme që ka njohur vendi dhe ka një përcaktim ndërkombëtar që Partia Socialiste kishte agjendë dhune. Zoti Berisha, Strasburgu e ka konsideruar këtë ngjarje si krim shtetëror. Në rast se do isha thirrur. Kjo ngjarje për Sali Berisha. Në rast se do tani shikoj, lutem një minutë tani. Në rast se do isha thirrur, absolutisht do kisha shkuar sa herë isha thirrur. Por nuk jam unë, janë ata që s'më kanë thirrur mua. Zoti Berisha, Strasburgu e ka konsideruar 21 janarin si një vrasje shtetërore e pazbardhur. Çfarë është kjo ngjarje për Strasburgu, Gjykata Evropiane për Drejtat e Njerëzit? Ti je, më fal me që ndjek këtë punë, a mos e ka konsideruar Sali Berisha vrasje shtetërore? Dakor. Jo, a mos e ka thënë Sali Berisha i pari para Strasburgut? Jo, një minutë. Jo, shiko, do të jesh për të qenë konsekuente me veten tënde. Jam unë që e kam jam unë i pari që e kam konsideruar, që kam quajtur pasi, do që hym në këtë pikë, pasi një herë u tha se ishte nga afër, u bë ekspertiza, tha nuk janë nga afër, se kishte një ekspertizë kirurgësh, edhe nga kirurgët, edhe kirurgët